akuzat për këtë çështje gjyqësore kanë filluar në vitin 2024 dhe ndërkohë me 29 nëntor 2024 u lëshuan fletarësat për zotin Thaçi, Smaka, Kilaj, Fazliu dhe Kuçi dhe një fletërie për paraqitje për zotin Kuçi. Më datën 8 dhe 9 dhjetor 2024 u organizua seanca për paraqitjen e parë për të akuzuarit. Gjatë këtyre seancave, të gjithë akuzuarit u deklaruan jo fajtor për akuzat e ngritura kundër tyre. Më 16 prill 2025 në vijim të vendimit të gjykatësit të procedurës paraprake, autorizoi shtesën e formës së përgjegjësisë penale në lidhje me zotin Thaçi vetëm dhe prokurori specializuar dorëzoi një akt akuzë të konfirmuar të ndryshuar, të cilën unë do ta përdor më poshtë në fjalën time si akt akuza. Në 24 prill 2025, zoti Thaçi u deklarua jo fajtor për të gjitha akuzat e ngritura në akt akuzë. Hashim Thaçi mban përgjegjësi penale individuale për pika 1. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis SPAK-u 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023, vepër penale kundër rendit publik pika 2. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis SPAK-u 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023, vepër penale pika 3. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis SPAK-u 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023, vepër penale kundër rendit publik pika 4. Shkelje e fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të pa autorizuar të informacionit të fshehtë midis SPAK-u 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike pika 5. Shkelje e fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të pa autorizuar të informacionit të fshehtë midis SPAK-u 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike pika 6. Shkelje fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të pa autorizuar të informacionit të fshehtë midis SPAK-u 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Bashkim Smakaj mban përgjegjësi penale individuale për pika 12. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis SPAK-u 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023, vepër penale kundër rendit publik pika 13. Mosbindje ndaj gjykatës midis SPAK-u 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Isni Kilaj mban përgjegjësi penale individuale për pika 14. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis SPAK-u 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023, vepër penale kundër rendit publik, mosbindje ndaj gjykatës midis SPAK-u 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Fadil Fazliu mban përgjegjësi penale individuale për pika 16. Tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprimin e përbashkët të një grupi midis SPAK-u 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023, vepër penale kundër rendit publik, mosbindje ndaj gjykatës midis SPAK-u 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Hajredin Kuçi mban përgjegjësi penale individuale për pika 18. Mosbindje ndaj gjykatës midis SPAK-u 1 dhe 13 shtatorit 2023, vepër penale kundër rendit publik dhe administratës publike.